Përshëndetje, rikthehemi në puntatën e dytë, me puntatën me njerëz mat të lumturit në rrugën toksor. Përshëndetje Valentin. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirëmbrëma shkëlqen, ta merrmenja në parlament me abdorën. Ç'është e mirë? Mirë. Marrëveshje? Mirë. Faleminderit. Si u duk gjithë ajo mbrëmje që kaluam rikthehemi sonte me mbrëmjen e dytë. Si ishin emocionet e mbrëmjes së parë, Kristina Kushtrem? Kënaqësi, marrësh pjesë në spektakle të tilla, promovosh talente të reja, sfida që e bëjnë shumë atraktive jetën e secilit dhe i ndjek me shumë dashur, mirësi. Edhe ju uroj gjithëve suksese. Edhe mbi gjitha ku t'jesh me njerëz të mirë, ta ndreqin edhe ditën, edhe shkon koha shumë pozitivitet. Qërsyt. Si keni kalu Teut, son të shoh ulu mirë, do kalosh mikrofonin të Teuta, shoh son të mirë, si lady si çdo herë. Si të duk e lumtun që jam këtu. Shumë bukur. Të pëlqeu? Po, shumë bukur. Noeli me stin ndryshe sonte, Noel si të duk mbrëmshme? E mirë, e ngrohtë, e nxehtë, i duk. Noela si të duk emisioni mbrëmshëm? Shumë bukur edhe një kosi shumë argëtues, me plot sfida. Leonard? Shumë bukur, kemi shkëlqyer fare. Ta o zamrën. Do kalem te Uka, sa bukur po doke me shqiponje, i veshur, mi ndreq. Si të duk mbrëmja, emisioni mbrëmshëm? Shumë mirë. Sonte po më pëlqen stylingu i ri. Një mision i qëllum, se janë shumë i mirë. Inshallah do të vazhdojmë edhe më shumë kështu. Patjetër, javë për javë, çdo javë do t'jemi shtetëm shtet, çdo vend do t'jemi bashkë. Këngëtari me zërin e bukur, simpatik. Hedi, si të duk mbrëmja mbrëmshme? Mirë, o dok super atmosferë, me shumë kolegë, me shumë trit, me shumë... Mentor? Kam kënaqësi venderin që kam qenë shoqni të ri dhe do ma vjetër që kanë qenë këto. Do ma vjetër, do ma tri kombinim. Kemi kalu shumë bukur, edhe me juri shumë mirë, me gjithë, veç sukses e gjithë. Po, nga një raketa. Fillimisht, ka mujt me kone edhe ma mirë, po mirë është. Ka mujt me kone ma mirë. Faleminderit shumë Music Live Fatoni, që na ka prit në mbrëmjen e kalume, në lokalin e ti. Faleminderit shumë. Mu knaqen, faleminderit gjithë stafit të Fatonit në Fushë Kosovë për një mbrëmje të veçantë dhe një argëtim të veçantë të gjithë ju që dëshironi dhe që i pëlqeni jetën e natës, ikni në Fushë Kosovë. E falenderojm Fatonin. Falenderoj shumë Fatonin. Tash sot kena sfida, besoj se jeni gati me i pa. Kafshët shpesh dhe flasin, por ne si kuptojmë. Lopa shpesh herë të bën, mu, rrugës ndoshta thot, unë të du. Pra, ne se kuptojmë. Mjaca bën mjau, ndoshta lyp, hau, po, pra, ne se kuptojmë. Kafshët janë ato që ne shumë i dashurojmë. Nga njëherë, në korrigjonin që ose kam gabim, thojnë më mike kam qenin apo macën, se njëri unë. Sepse ajo të falë dashuri, po as njëherë pa besi. Jam gabim? Kështu që, sot kemi një loj të veçantë, që është loja kafshëve. Dhe ju të dytë, bashkë me ne këtu, do mundohemi ndajmë kafen nga sheqeri, apo krypën nga sheqeri, po më mirë t'i themi kafe, se kafja e zezë, sheqeri bardhë, bëjmë kështu. A keni qenë në shtëpi, Teut? Mikrofonat, ndeni një mikrofon këtej, një mikrofon manja ndej. Po, Teut. Edhe qenë, edhe mace. Ku je më rahat? Me të dyja, pra ne i kam moj të dyja. Noel? Qenë edhe macë, kam British e kam macën, qenin e kam mini spitz, të qeni jam më shumë. Të qeni. Noela? Mace. Maca. Leonard? Për momentin asnjërin. Asnjërin eq. Anti-kafshëve. Okej, Uk?
kem pas për para si maca dhe qenë, po për momentin asnjënën. Hedi, Maci është aluar me fetë, më është në shtëpi. Është të edhe dia me fe. Po. Okej. E drejt Hedi. Po është edhe në njëjtë mendim si kolega këto, edhe në moca ti. Me maca. Po. Gania? Valloj në as moca s'jam një lup e kam në shtëpi. Edhe më mirë, bravo. Kristi? I rigoti. Unë kam një mace e cila quhet Tigri. I ngjan një tigri të vogël nga ngjyrat edhe është një relaks i vërtet. Unë as maca, as qenë, as kur gjohë. Për momentin nuk kam as maca as qen, po do doja të isha vetë një qen i vogël që të më kishin libri shëndeti, po unë. O, zë. Po nuk i thot qen. Nuk i thot qen. Qenushe, okej. Qenushe. Kena i fjalë tjetër, po nuk po përdorim. Shumë herë kam menduar këtë, atëherë ndoshta do ju duket për qeshur, do ta them këtë gjë për njerëzit, sepse vlerësojnë shumë kafshët shtëpiake. Dhe ndonjëherë harrojnë të vlerësojnë njerëzit e shtëpisë apo njerëzit e rëndësishëm në jetë. Dhe ndonjëherë mendoja, pse mos jemi qenë me pasaportë, me librezë shëndeti, të shkoj te mjeku dhe të kem një kujdes shumë të veçantë se kanë qenë. Ke fantazi shumë zhvilluar ti Valentin. Kështu që mendoj që ndonjëherë sytë edhe te njerëzit, jo vetëm te kafshët. Jam shumë me mikrofon do flasësh. Atëherë, ta japun përgjigjen asoj që sa po the, do më thonë. E di që kafshët janë shumë dashura, por sot, si ka ardhur dita sot, më besket të kafshët se sot e njerëzit. Prandaj sot kena ardhur në këtë pjesën që majmë kafshë më shumë shtëpi, se sa ftojmë njerëz të shtëpi. Okej, se kështu janë orator këta, po ne do dalim praktik. Praktikën tani, kush kalo praktikën? Kush nga ju i din kafshët mirë? Mentor. Unë këtu ti? Merë mikrofonin edhe unë i kam 2 pyetje për ty. Qëmë kom zamër? Në faqë që të më zamër për kam nga theksi. Në qofë se një dit, Kali, e di që është Kali, dashurohet në Magaricën. Përzirja e tyre, si fryt, qanë zjerë. Përzim, i thojnë... Qëtësi? Ja, është i thojnë rësh. E din? Me fillon? Maz. Ja, maz e dina. Po kalouka? Kik, nëse Kali ka kontakt me Magaricën, ai mazë ty në quhet mushk. Mushka pra, është një përzirje me skajë. Jemi të sakt kushtrim? Zysh bizdin? Nëse mdollë, mbase. Okej. Tashi, qura. Në Shqipëri qura i thoj pulës e detit. Gjek deti. Nëse qura ka kontakt me shoten, kush na del? Me kë ka kontakt? Po pra, nëse gjeli detit ka kontakt me shoten, kush na del? Kush është shota? Me patën. Po. Po të shtë llogari që patë kështu si pula, atë patat. Nëse qura ka kontakt me patën, kush na del? Po s'mundë me pas kontakt. Kanë kontakt. Kanë kontakt. Po, nëse... Po për vetja hera po se një qaj këtë. Pina të shumë qaj. Deli detit me patën me ata. Kuptoj se. Ato e di, po për të. Ju, nësë për atë nuk e disha, po t'ishtë unë gjikam qaj të mushkë. Me mikrofon, është dhe erë. Po pra ndushojnë vezët, se ajo ndushon me vezët. Kush del? Me mikrofon fol ti. Përzin vezët e potës
me qurës. Edhe nëse qura i qel, ato i qel vest e potat e vëtsra i qel. Bravo, sa e bukur kjo. Që edhe njerë se kuftova. Nëse ne i themi në fjalën popullore kluç, Po? në qoftë se pulës i fut vest e patës, ajo do nxjerr pat. Nëse gjeli detit i fut vest e patës, ajo nxjerr pat. Po. E vërtetë. Në qoftë se gjeli detit i fut vest e pulës, Pula zëgj. Dalin pul. po ato dëgjo, nga vezët dhe zogu. Si, Okej. Jo, do një kështu me gjinit. O, kik, a bën viç pak? Te po dho fut, vore çka fut tasht. Qa po dho fut, vore çka fut. A vest ke, më fal. Ishim të vezën. Edhe pyetja e tretë, që është një pyetje shumë e mirë, është kështu. Leonard, qa do thot Maqalunga? Maqalung, vallë sef të jam të nis, s'vedi. Maqalung. S'vedi. Asun se di. Se kam ide. Në jena Maqalunga. Maqalung, Maqalung është një fjalë popullore, për ndryshme thonë kantonar që se s'mund me ngjoftë shumë kushi, kur del në i Google tu farsi, akne. Eksakt. si del dishka këtu si Google, si rmullak, apo del dora dikun, ka dal një Maqalung. Okej. Ti nuk do të flasësh, Asti. Kalea mikrofonin Hedit. Hedi, që do thot abazhur? Abazhur nuk e kuptoj. Abazhur. Ti ki bli abazhura më doke dje. Mikrofonin. Abazhur, tash nuk po kuptoj Qëtësi? se ka shumë dyra. Ka shka? Jo mboles, jo. Qëtësi? Jo, nuk është mboles. Abazhur, Teut, je para kamerave. do më thonë abazhur kur një sen s'kuqet shumë, Bravo, aty je, ha? një sen si s'kuqet shumë, pjeket shumë, na i thojmë i shkuqish bo bazhur. E qka është abazhur atash? Po tash abazhur. Tash. Nuk e din. Jo. I sekund. Teut, qa është lusteri? Kush? Lusteri. Qëtësi? E, kodormë. Qa është lusteri? ai që bjën tavolina atë. Ja. Qa është lusteri? Lojda. Qa është lusteri? Jo, qa është lusteri? Asun se di. Qa është lusteri? Tani unë e mora vesh në fakt. Okej. Abazhuri. Do më thonë, abazhuri është lusteri. Po pra, po edhe këto i thonë lusteri. Abazhuri, po do u ti se dite. Tash nuk e dite. Kush është abazhur sipas teje? Ç'kjo është abazhur? Ja po se, Është produktor. buni me dur atje. Ajo po, është abazhur. Ambazhur po, luster jo. Lusteri e abazhur janë njësoj. Okej, kthehemi edhe fjallë e fundit. Edhe fjallë e fundit është, do me thonë që ju me ndani që e kemi një gjë paka shumë njësoj për bashkët, sepse flasim Shqipë. Okej? Pyetja ime është, çfarë do thot baldusk? Dusk, ty. Po. Rini mirë dhe... Ata janë baldusk. Qa do thot? Baldus? Bodybuilder, ë? Diçka e tillë ishtë ndosh. Okej. Qa do thot baldusk? Baldusk. Uk. Baldus. Fal. Kristin, më fal ti? Baldusk. Kristin? Motra e nusës. Bravo. Amo, i ka kalcu kushtrimi ko pojti. I ka kalcuaj. Ja të regoj kështë... Motra grus. Ne. Da. Baldus.
Ja tregove ti. Pse po thu ti Balldusk? Tregovi në Muhammedin ato? Si thuni ju, Me më ka rikuqe. po, ju i thuni Gjanu, Ka po, që qënë ku i thojmë? bravo. Bravo, Nacho. Okej, jeni keq me gjuhën Shqipe. Jo me gjuhën Shqipe jemi një keq. Patligjoni, domate. Kastraveci, qësh i thoi kastravecit? Që për shembull kushtrim, qa do thot syndyrme? Qka? Syndyrme. Shëndërme, sarme, apo? Shëndërme. Po bllokllu internet, kushtrim. Zona 5 Dugaxhinit syndyrme? Tash po martohen në pejmë mësu fjalë. Po, që e thoni shupës ju? Shup. Shpajz. Që shpajzi? Jo, shpajzi i thë. Shpajzi, shupa, që është? Flanik. Po, që shupa? Mikrofonin? Do më thonë një vend që është për sen. Shpi, Flanik jo shupa. shpi, Flaniki, jo, flaniki. qa vaniki? Jo, vaniki, po flaniki. Flaniki e qa është kjo? E Skuptoj po, më që aty ku i le turshit. Okej. Qa është kjo? Ku i le gjësendët? Do turshi. është vendi ku i lën ushqimet, Shpajz. rezervat, Që të një shpajzit. Boll. Po shup. Ku i le një ushqimet? E për një Kavanozi turshit, është po. tegu. Shit është një Kreshtik, Po, po ku i leni, ku i Jo, leni? rezervat ushqimore. vendos. kreshtik. Po, rezervat. Kuti plastike. Po, qaranik, edhe ne i thoni Qeranik, qaranik. Hey. Qaranik, a i thoni ju qaranik? Jo, Po. Veriu i thonë. Vendeve ku i lën rezervat ushqimore. jo, nuk është ajo. Ja. Edhe kuk si thojnë qaranik dhe i diku. Po. Qeranik e vërteta. Shup, kuptohem një sen. Shup i thojmë, asaj si e marojmë afër shtëpisë i shtim vizdrut, ose shtim raqe, si thojmë, popullore. Shup. Flanik, i thot edhe qaranik, aty ku let bëlmetja i si ka lup. Shpajzi, është brenda në shpi, e kita minon harqin. Edhe ajo është në shpiv, i nderuar, sepse na këtu jena për mi tregu gjana që na nuk i dina. Noeli, Këto janë që i komunin katun trijat. Gocën e gjallë Trijat i kom. e ke gocë steze, qa i bje që e ke? Gocën e gjaj, gocë tezë. Po, vetëm pak. Goca e gjajës, nëse e kam edhe gocë teze. Po. S'na ka ndodhë. Rume, kjo Vetëm pak. thonë që Me gocën e gjajt e ke dhe gocë steze, qa i bje ta kesh? I bie që babi im me vlajnë i binë kënë bajanak. Bravo! Kristina, e bja ty, Nuk e di Kristin. që shka e bajanak. Tashi, kush nga ju din histori? Leonard, bashkë me Valentinën. Në qofë se nuk e dini, keni një dënim. Hajde. Kush është Leonard Vojsava në historinë tonë? Vojsova? Po. Kush është Vojsava në historinë tonë, Leonard? Leonardi e ti po pyet për Vojsavën. Kush është Vojsava në historinë tonë si popull? Nuk, ja, se di valloj. Jo, vetëm as është. Ja, jas. Nuk e din. Valentina nuk e din. Atëherë jo e di. Hajde. Vojsava është nga Shkodra. Ej, mamaja Skënderbeut. O, Kika. Po pra, jo, nuk është mamaja Skënderbeut. O, Kik, unë jam duke e ditur. Kush është? I sholla o që kjo pyte, më bëfës më kone rënë. Vojsava është nga Shkodra, një herë një. Kush është? Atëherë është gruaja e Skënderbeut. A banë një Përgjitja qma? e saktë sysh. Nana Skënderbeut. Nana Skënderbeut, Leonardi ka Unë e dita, po. mund shkosh poshtë dënimet. Qa ka me Qa bukja? dënimi ka? Ta se ka dënimen. Qa dënimi ka? Pyetja për ty. Po, unë jam Noela, ku është krye fjala? Zysh. Unë jam Noela, ku është krye fjala? Ka me gjetun. Po, Krye fjala është Noela. Kush jam unë Noela? bravo. Noeli.
Ismail Qemajli, Isa Boletini. Nënshkruan pavarësinë e shtrojve shqiptarë në 1912. U shoqëruan nga njeriu i pendës, njeriu i fjalës, njeriu i shkrimit. Ishte njëri ndër njerëzit e parë të kryeministit të asaj radhe, Ismail Qemajlit. Emër që sot e përdorin Malësia, e përdorin sidomos zona e Mirditës. Kush është? Njëri nga to vlezit frashëri, mos gabon. Jo, është Luiz Kurakuqi, ka lëktu Noeli. Jemi me Luiz Kurakuqi, në? Po. Po tani s'kujtojnë gjithë. Teuta. Rozafa. Ishte nusja e parë, e dytë apo e tretë të vëllezërit të cilët bën kurban Rozafën. E treta. Bravo. Kalojmë te Uka. Uk. Ti e mban emrin e djalit presidentit Ibrahim Rugova. Uk Rugova. Uk. Po. Qysh e ka emrin gruaja e Ukës, njëra ndër kreatorët më të mirë, njëra ndër influencierët kohëve të fundit më të mirë. Nuk ja di emrin. Këto Uk. I përshëndesim motra Klokoqi. Fute mes se ka Shqiponjën. Heidi! Po kik. Ka Shqiponjën, po të respektoj. Si e ka emrin deputeti i parë në Parlamentin e Kosovës i komunitetit Ashkali? Sabet Ramani. Egjiptian? Vetëm Berisha, s'ka pos tjetër. Ja, Gjevdet Nëziri. Një me një është, a t'ja bëjmë një pyetje tjetër? Ja bëjmë një pyetje tjetër. A i kaloj, sa e gorë. E kaloj, okej. Ej. Pyetja për ty është. Si e ka emrin presidenti momentali i Republikës së Shqipërisë? Bamir Topi. Hajde këtu, e përshëndesim Zatrin Bajram Begën. Hajde. Hajde këtu. I telefon. Kush e këndoi këngën e ushtrisë lirimtare të Kosovës Marshin UÇK-s? Qetësi? Qetësi? Kush e këndoi? Fillon me A emri, V mbi emri. Hajde. 5, 4, 3, 2. E përshëndesim shumë Arif Vladin. Hajde këtu. E pyeta për kush e ka kënduar Marshin e UÇK-s, Arif Vladi është. Po. Hajde këtu. Hajde këtu. Tashi, dënimi është, unë do të konsultohemi qik me dy panelistit e mi të mrekullueshëm, që ta marrë një mendim dvukur nga ta, që unë lumë që për ta. Okej, ju jeni këto rast, ta kanë më tërheq, ju jeni juria. Okej? Mikrofonin e ka, tashi do të largoni që kështu? Ju, leni të parën Valentinën. Ju leni në mes Valentinën. Valentina në mes këto nga kamerat. Valentina. Po. Do imitosh Delën. Qingji vogël rimendur shumë. Jo, Delën. Valentina. Ja, do ta bëj për gjithë. Nuk e bën. Jo, Okej. e bëj. E bën, po do të bëj. Okej, qetësi. Hajde shkojmë të ut. Valentin? Be. Me të madhë, Leda nuk bëmë shërë be. Nuk bënë veç një herë ajo. A, tani e bona. Zra. Mjafton, Hajde, Valentin. E bëra. Mjafton e bëra. Okej, prit se nuk vazhdon dënimi këtu. Kemi dënim tjetër. Po vazhdo, s'ka. Hajde këtu. Mentor. A këthom një hap mrapa Valentin? Mentor, kamera të mentori. Mentor si bën magari.
Noeli! Noeli! Stomaku. Si bën klysh I vogël, mini spit. Mini spice, nëse s'ka gjë, se më I vetë. Mini spice. Më thënë gjia që e keni bë pa mikrofon, më fani, ti e ke bë pa mikrofon. E keni po, du të... Hajde nga para. Hajde. Nga para, a shkojmë? Ma shumë. Ma shumë mentor, shkojmë, zgate, shkojmë. bukur. Hajde. Hajde. Okej, e bja, Noelet. Si po mini spici, me që e kam në shpe. A ka kamera mirë atje. Okej. Uka. Tash ti që ma serioz, ma kështu, do më thonë. Ma dot. Asi? Të lutëm, nga bo një palme të mzatit. Ja, mi pak, që shqyë dhe njerë? Juria, këthoni mentor me shpingane. Noela! Me fajni nga bo. Shka o ky këtu, a? Edhe kjo ndoj me neve. Gane! Fajni. Korupcion nuk dojmë. Nuk e më stani, sa në përra të sina. Mere mikrofonin, Gane. Kemi urinë ti. Gane, si bën uj kjo natën, Gane? Yes. Që se keni, dhe I parëzit si ovë bëjnë. Okej, Gane, si bën huti? Ose gjelin mëngjes. Gjelin mëngjes. Hajde. Hajde, tani sfida jam. Çka më bo? Gjelin mëngjes. Qëllën nga shto që ti përmendin dhe me bo? As bana jo tjetër me ndrua? Qëllën për shamo? Ma qorri. Majmuni! O majmunina. Gëtërishtu. Ujde, këtone. Okej, mani mendimin e Leonard. Cili e ka bu mas mire? Unë mendoj... Hajde? Palë... Me ka pilë s'pjati emnin. Noeli. Po. Okej, Noela? Mentori. Mentori. Të uta? Shemri? Mentori. Heidi? Mentori. Mentori. Unë e kisha thonë kik, atëherë këto tjerë të letullën, mentori edhe a I tjetër që pa temrin? Noeli janë garë këto dy cili po del fitus. Këto dy kanë me imitu tash kanë ja, edhe me këshyrë kush po fitan. Bravo. Okej, ujtëni, hajde në pozicionin ju të... Asi, Noel? Ne jemi finalistë. Po. Ju jeni finalistët. Keni në një shembull, Kristin? Kushtrim të ha zemrën, se kim shpëtoj. Jo, nuk e tham dot. Kushtrim? Si ata ndot. Në lavesh ne. Kure njekin ato zagarë të lepurin, që shbojnë edhe... Mentar, kur e njek, zagarin e di që është. Kur del pas lepurit. Hajde. Nxë e ti e njek. Po, si bon? Nxë e ti, hajde. A I le. Ama dhe me një shumë dhe sa ta zash lepurin. Ose qa din ti për qefi me bin jurin profesionale? Unë me bo si gjell. Si gjell? Po. Hajde ta një, ngoj? Tjetër? Edhe fundit. Gjalli. Okej, Noeli. Noel edhe ti tri kimi ba. Cëta ti di mas mirë ti. Uzdia si gjafare kështu që përja le... Jo, juria nuk le juria. Se unë e të shalon, për juria nuk le. Qa të bëju më kik? Hajde. Që që dhujnë... Po bëj macun? Okej, do bane, hajke, tri kimi ba.
Si macë, Jo, 3 3 versione të kafshëve, Tre kafsh, po. Kafshë duam shumë me. Miau. Jo. Veç pak, veç pak, shurni, veç pak. Miau. Edhe një herë se sëri. Ja, si e të Ja, si... A vede si kur të arrej shkilma. Okej, rasti dytë. Ishte me timber kjo. Hajde. E dyta... Gomori. Kalin, ju semër si gomari. Jo, kalin, hajde shumë. Kalin. Zdu si gomarë se më mirë jasë. Ose... Mos të ofendon kalin. Hajde, Noel. Pelushin, kështu. Ka? Kamo? Hajde, banë si kalin. Qëtësi. Bela tip. Hajde, shkajmë. O kika. O kika. Kalin, do bërë. Hajde. Kush ishte kjo më? Okej. Kadi. Mu më dok Milaimi kur qohet më nxehtë. E përshëndesim shumë Milaimi se kjo. Edhe? S'është në qirë. Edhe e treta si bjetë bojo kikse, nuk e di. Edhe? Zdi që të them tjetë, si mi të e gjithë. Hale qeni, nën. E tash, e bo. Qanin e shorit. Qenin e sharrit, mire ka. Jo, qeni se bona, bona matë. Hajde. Okej, hajde banë qenë. Qeni e sharit. Ose një zagard vogël, të njekni lepër. E jo se bëj dot, se jam edhe i Okej, mëgjirë. qeni. Përzoj se bëj dot. Okej, për një Po qeni. më jam i mëgjirë. Okej, Jo, po, Julia po. vendos, kush fiton? Mentori. Mentori. Po. Nojna? Mentori. Të ut? Uk? A mu ma jepni një votë, mu mos më lini pasi Edi? gjatë, mos dalë bosh. Do me thonë qatë voti që ta dhash e Po tërheki. veç me ta doni vot qetën luftim ofert. Po edhe Kristina ma dha mu. Po veç qesin luftim ofert. Krisin, në e lishëm. Në telepati. Okej, faleminderit. Shte bëj shaka. Ishte knasi. Tash maju një mirë se keni fytjet e para fundit derisa të kalojmë tek pauza me këngë të këngëtarës son Kristina Ndoj. Kënga është dashuri. Kënga është jetë. Unë do ja u këndoj, atë që nuk e din do kaloj këtu. Por, maju një mirë, se pak me parë, do të me goj. Tani do të bëj me vepra. Kush do një pari? Ti. Vetë më thetë e tash kaloj. Oj, veç pak. Nuk guxojnë, atëherë dënimi shkon për ata. Jo se ju përzi. Spërzi, okej, okej, kaloj. Gasi, Noela. Tu i shetitun. Male fusha, tu i preklu. Okej, Jo, Teuta, edhe deri pjesë dënimi i tjetër. kësaj shkon te Teuta. Dënimi Ja, i do kësaj shkojmë kështu, mos u përzini ma. Tu i shetitun, Male kodër, tu i prek lule. gjithë me dorë. Okej, edhe pyetja e dytë është, dëgjoj me vëmendje. Thret Prizreni. Mori shkodër. Bravo. Jemi në rregull. Po. Kush është? Në shkojmë të mentori. Ja ku po vjen ajo? Eksploziv. Mentori. Ja ku po vjen ajo? Iku e para, se gjatam. Edhe shanca dytë është. Ndras të veku. Po të kur po qanë, qanë që zezo për jaran, qanë që zezo për jaran, duze bëna malë po i thonë. Bravo. Prej destan begut, hej. Këqyra sa hatin, rahovec, o e kem konakun. Bravo. 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 Shkove ti shkove. Qava me lot. Ike e para. Është ka ere kjo këngë? 5 minuta me mi dhonë. Ma mirë ti. Ja, e çfarë po vjen.
Del në skenë. Është këngë e famshme. Një atlet, atja që si një atlet? Po 5 minuta shumë e lehtë. Prejoni shpatit. O më t'il zova syt, edhe kur ti pas, o ruzat në fyte. Bravo. Ja pranojnë? Pranohet. Ja pranoj me veçe. Hedi. Plebitosëm. Keni një propozim ju dhe sa të mendoj unë këtë mendjen time që linde. Tja të qëtë? Hej. Deri me flok mbuloja trupin. Ej, të boja zatë me dimet mija. Se di. I desha fort. A, të vazhdoj apo jo? Me nga dajnë. Se unë jam një goxho djallë. Është për grupin bravo. Edhe fundit nga jo. Lullet bukra ka Tirana. Na. Na i mush lullet plot shmer. Moje smere me kut ka la. Merja këngës. Kjo ishte për të utët. Shishi sa bukur kënën kjo, ku i del këngë. Okej, shkajtë të uta. Të ut, pyetja për ty. Po, ja se the. Të uta, do të gjenë një këngë shqiptarë që kështu nga Kosova s'ja ka fort. Është këngë fituese. Prapte ti do vi, përsëris do vi, thot? Irma? Irma Libova. Pa dhe sa gjetet? Mojze shkanja ime. Tek si zjarë. Të dentën të shterun. E ka marru. Zemër kemi zjarë. Se di, edhe fundit. E fundit, po se dite më vjekesh të ut. Po e dite, po se dite. Dënimi po se dite. Mbani lojën të majnë dënime, apo jo? Do t'a gjenë një këngë. Jo vetëm ne tani dënime. Shumë të vështirë. I një këngë që... Krishni, kërcej breakdance njërësh. Një këngë shumë vështirë dhe e ka emrin... Ja. Unaz, moj unaze. Zeart. Vazhdo pra. Ka marru. Unaz, moj unaz. Ti me uken për fond, unë ka pyetja për ty. Tu kisha lutë. Kongë që i kreju në mësë... Ani kongë që ti, që unë këtu a për teje, edhe ja nisim. Jemi gati? Hajde, presim. Kongën e Mujo Selmanit. Mujo Selmanit? Po. Unë të kongën e... Qo regjë që po thot Gania. Hajde. Darë seft modhë Arë nana Qovëri Qodjalo E qofë të kohlinones O zez Kristin, kushtrim, këta do më thonë, asë njëri se ka ditë. Qa se ka di? Do më thonë, a t'ja vështojmë pak terapin, Apo dozën. a t'ja vështojmë dozën pak. Shtaja. Po. T'ja vështojmë dozën, a? Po. Okej. Pyetja ime është shumë popullore. Jemi në një fshat. Në këto momente, në fushat tona ne do mbjellim domate. Kompira. Do mbjellim domate. Edhe patate.
Kur I qesim rrojt, farat, çka e ly me fara? Me plek kimik. Bravo! Kush e di ti? Ti, S'marr vesh nga bujësia, po Marr vesh nga bujësia, po kjo gjash e ditën. me plek kimik. po. Jo, plek, jo plek kimik. Plek. Ple. Plek. Plek, është ajo gjoja që bëj lop. Po, jashitja lopëve. Kisave plek kimik. Jashitja Ka lopëve. dhe popullor dhe kimik, varet se. Përzi. Okej, pyetja ime kështu tashi. Ma sa ditëve e hajm edhe domatën dhe patatën? E konsumojmë direkt, mo. Qa sa ky? Bo. Do bote, jeshile, kuqe. Për kur po, për ta jap sekond. Sa e maj men të tez jam shat. Valaj një do një 2 muja. 2 muj do. Ko zozi, po. O kik, që qkoj e kush? 3 muj kik. 3 muj. 3 muj. Ha? Okej. Afrova? Dhe për fund para se të shkojnë marketing është, si thojnë tek shkruesit, ndryshe, popullor që tek shkruesit. Tekst të shkruesi. Futet e shkrimtar, ja? Proza, shkrimtar, poezi, nëse është poet. La lingologu, çfarë është? Kush? La lingolog. Oj, pse mi gjej kaq të kompliku me këto pyetjet mo? Çfarë është la lingologu? Nga vjen, nga Mongolia vjen kjo Po, pyetja. ku bë pjesë? Mund bëjt e bujku, mund bëjt e dramaturgu, mund bëjt e mjekësia, mund bëjt e qatë mund, të muzika, Jo, të mjekësia dyshe e dhonë. Të mjekësia. të mjekësia. Po. Thuaj e ti? Të mjekësia. Po thuaj la lingolog. Negolo. Dalingolog, Daligolo. Daligolo. Jo, me do të Daligolo. Dalingo? Po, A dalingo? A më së nga për në qëra. Pyetja për ty Noel. Einstein çfarë ishte? Shkencëtar. Nain Frashëri çka ka qenë? Shkrimtar. Poet. Ta ma pulla vëzme dit. Ndërmjedra çka ka qenë? Shkrimtar. Poet. Dremjeda, shkrimtar. A shkrimtar, okej. Bravo. Jam poet, nuk jam shkrimtar. Jam poet. Qysh e ka emrin presidentja e parë femën e Republikës Kosovës? Atë fete e ajo. Ani Shqipëgania kishtë si kalze. Recep Mejdani çka ka qenë në Shqipni? President. Bravo. Pyetja për ty është. Ku është dallimi mes lumit edhe liçenit? Po? Është një uj, si hec ma rrept, ma i ngusht. Liçeni është javash. Është ma i gjon, ma i pushushëm. Lumi është një ujë që ecë më avash? Ma avash nuk do të thotë se ma avash, se mund të jetë lum malor, mund të jetë lum fushor. Lumi? Një procke vogël. Lumi është Lumi është një proc ma ngusht, ma vogël edhe hec shumë ma shpejt. Liçeni është... Ndërsa liçeni është një bazen i thoni këtej nga. Po, është ma i gjon, është i javash. Kurse liçeni. Ne do ndjekim këngëtaren Kristina Ndoj dhe i sa këto merren vesh kush është liçeni, kush është lumi, ju na shkruani në koment. Jeni në First Channel, e ndërsa ne ndjekim Kristina Ndoj dhe rikthehemi.
Fincanli, kushto shkrin loj si qiri, kushto shkrin loj si qiri, syni gocos Fincanli, syni gocos Fincanli, oh, oh, Fincanli, oh, Fincanli, oh, oh, Fincanli, oh, Fincanli. Sheqer, buzaj goco si sheqer, qësht maj bukur në pranver, qësht maj bukur në pranver, buzaj goco si sheqer, buzaj goco si sheqer, oh, oh, si sheqer, oh, si sheqer, oh, oh, si sheqer, oh, si sheqer. Ja konsiva man, ja konsiga ni salte në Prishtinë o inon, ja salte në Prishtinë o inon. Ja jemi hajde ojnon të Kreshniki, I vlak në ti dhe timi, ojnon ti dhe timi, leti dhe timi, vlak në t'kalle shvije, ja vlak në t'kalle shvija mojnon. E dhije fidjalon, dhije dërmonika, dhije dërmonika. Jetë logika sot
ka një rakete, ka një rakete. Jemi ardha hajde, opa, kushtrimin, opa, sa kushtrimin. Je fjallon djel gani, o në zë se du shoni djel, o në zë se du shoni do. Vjeri djel, vjeri visan, kutja të shli. Inon me kajde të vija, juk në tash gania. Je juk në gania zë dhe hajde. Je unikë agani, sot me melodi e djall. Je sot me melodi vajino. O thuja më thuja, aj bom haj. Hej, hej, hej. Aram Shelal. O Laki Shqiptia, Laki Shkodra, Tirana, Elbasani, Durrësi. Dhe të tjerë, hajde. Hajde. Qa shtu ditë ka qo? E jemi mri, hajde, opa, sa kushtrimin, sa kushtrimin. O dhe gresh, a qesim nimin, do t'ja qesim nimin. Jetja gjësimi djallo, vlogën e t'gëllë e shvija, kushtrim vlogën e t'gëllë e shvija. Jam ri, o bet e miksa, o bet e miksa. Shkujnë e miksa mni, anë boma. Ale! Jedu me kruaj no dhe gjeli dranë do filim, e gjeli dranë do filim. O jam e mledhë sot me më mdojve të kreshniki, më knojve të kreshniki. Du me kënu, oj në hën me munet, e ju ma zoti hajde. I ma vlog vere, I se anjo. Dëgjuam kështu miqtë të dashur, këngë të cilat erdhën të këndora bukur nga këngëtarja jon e minjor Kristina Ndoj, që vjen me sharmin e saj çdo herë në për emisionet tona, e që përveç që I kemi lënë përballë merret edhe me komentet, e ajo vjen çdo herë për na këngëtuar me këngët e saj. Kushtrim jasha mashallah ishe kështu? Unë gjithherë jam jasha. Me kënu keni kënu, me kërcy keni kërcy. Tashi kemi nga një fjalë për ty. Do dalësh I pari Leonardi. Leonard, atë kujton do një poezi e jotja që ti ke recitu në shkollë. Dile aty dhe unë të flasi pare ti mrapa me, do vish kështu?
Shefandena. Për më mëdhe quhet toka. Për më mëdhe quhet toka. Aty ku më ka rënë koka. Aty ku më ka rënë koka. Ku jam lindur në mendime. Ku jam lindur në mendime. Ku kam folur gjuhën time. Ku kam folur gjuhën time. Ku roj me gaz dhe me shpresë. Uroj me gaz dhe me shpresë. Aty ku kam dëshirë të vdes. Aty ku kam dëshirë të vdes. A e ki dëgjuar ndonjëherë në jetën tënde këtë poezi? Jo. Kushtrem? Kush na i flash. U bë Kosova. Po, da, keni një herë? Kjo është poezi e gjithëve, jo Shqipërisë, po edhe Kosovës. Ja, këto vëllo. Këto keq i vogël e rritan brenda nënës së mërzit. Na im kështu të na im flash. Kushtrem? është diçka seriozisht për ime nuk e keni kur? Ja. Na është ako marru se s'është që po them që se kom një era, bëdena më. Është befasuese. Ka rus, thjesht poet. Kristin? Patjetër që është e dëgjuar. Është poezia një ndër poezi më të mira gjëshi. O, dashta është, po për mua në mendjen time nuk është për moment. Që ka mbaruar të paktën 8 vjeçaren edhe 9 vjeçaren është ndeshur disa herë. E ke pa në gjuhë shqipe. Jo vetëm në Po, na shta kom në faqen e 30 dikon. Po, unë e kom harru. Në faqe 30. Ska pas kohë. Unë e veç qafu takata, vëdënësi. Ka qenë Faleminderit. Covidit. Noela. Atë kujton ndonjë poezi ty? E dëgjojmë. A? Në një shkollës. Që ndushti? Jam për ta mërë një të klasës së tretë, që e ke mësua dhe unë dhe ti. A? Mos të recitosh. Këto anë edhe thuaj që a them unë. Shqiponja. Hape krahët fluturove. Thellë në përkajtërsi. Udhëtove. Qerdhen ku do ta bësh ti. Ty asgjë s'ta mbush ka syrin. As kjo pemë, as ky gur. Më në fund moj trimërore. Bëre qerdhen në flamur. E ke dëgjuar ti në këtë poezi? E dim pa ta thonë ne? Majmen, po ju gjithën. Ua, unë e kam mësuar në klasën e 6, mos ka bëj kështu ka qenë çka. Ulu në Elanish. Me mikrofon? Dini poezi ti? Po di ca. Ha? Po. E dëgjojmë. Atë për njës me më. Për një më, që ti se vë fjalla mik, bëhet ik. Që bën kështu më rekik, a i thuhet në elitik. Unë këtë poezi kam mësuar në Kopshtur kam qenë. Bravo Noel, kujtesë e bukur kjo. Kujtesë shumë e bukur. Hajde, shqyr na e theni fjalë, vazhdo. Hedi. Ky djali, më falë. Hedi, a di në poezi ti? Jo. Tho andej. Sa ëmbël flet e bukura buqe. Po. Sa ëmbël flet e bukura buqe. Ja ka ble hala sandalët e kuqe. Sa të bukura buqe. I bajsh më shëndet. Jo. A ki lexuar ndonjëherë këtë poezi? Ulu 10. Nesh. Kristin? Poezinë e buqit e kemi mësuar klasë 2 kështu. Të sallallat të buqe. Po. O kika. Buqe. Në Kosovë nuk është termi buqe siç është Shqipëri. Po. Është emër njeriu, është emër vajze, kështu që nuk është siç emër njeriu Shqipëria. Po, pra, është tjetër. Term tjetër. Shkoj me E di, edhe thot. Po të ne nuk është. Mentor poezi. Jam Kosovë, jam Shqipëri. Hajde, ane këthau. Okej. Këtë poezi e kumë shumë vetë. Okej, hajde. Jam Kosovë, jam Shqipëri.
janë Kosovë, janë Shqipëri, janë zemra e shqiptarisë. Kush nuk thot ka Dardan e Alban, kohët e kanë, as kush mund të na dan. Na jem një kom, një fe, një gjuhë, po as kush s'mund të ndan neve, ne jem shqiptarë. Ne jemi një gjak, një kom, ata që mundohen me na nda, ata janë tradhtar të vendit, ata që mundohen me na përqa, ata janë tradhtar të këtij vendit. As kush, as bir, as djalë në këto, s'ka kush që na ndan neve prej kësaj tokë tonë. Kushtrim, Kristin? E ka shkruar vetë, e ka shkruar vetë. Po, i momentit apo? I momentit ishte? Jo, apo shkruar më E parë? ka shkru vetë, e ka shkru Vetë vetë. se unë shkruajna me këtu. Okej, të Do të thënë faleminderit. tematika Sa të shumë. klasi kon kur e ke shkru? Unë? Sa të klasi kon kur e ke shkru? Jo, unë shkruaj prej klasës Ashtu, okej. fillore, shkruaj. Bravo, më pëlqeu shumë. Faleminderit. Nëntor, bravo. Gania! Gania, aftë Gani në sken? Me mikrofon Gani, a di me poezi? E di një pas ti tash. Hajde. Yjet që qëndrojnë gjithë natën, do të thot gjithçka që i dua. Me respekt nga kreshniku saj. Ka mund që një do të rëkitje? Këta ma nena se kam një në poezi, ti që thë mënë ki me thonë? Është vërtet pak ma shumë. Qesh i vogël, rime ndushëm. Qengjë i vogël, Qengjë vogël pse më ndushëm, bebe, ba. Se më rinë ashtu trishtushëm. Be. Po thunë marrë thunë. Eja pas më arë. Tring, tring. Po qëtë mo, tring. Unë dhe vlune ti hanbare. Tring. Tring, tring. Bravo. Bravo! Si u nuk si pësë si Ja boli tha, bebe, do me thon kre, bebe are, dele kre, dele. O kallëm për ujë. Flokën atë ujë. Thank you. Uka! Me rëtefi nuk. Uk, që mikrofonin. Kiki, unë e kom bo disa vjetë tash, nështë ta harre dhe shka kom hokër pra bali, Nuk dem. po bunona një vjesh klasës parë. Hajde. Qëtësi! Harabeli, ciu karabor, cuce mirë ke bukdor, cuca, ciu harabel, kopca buk e kopca mel. Harabeli, ciu, cuce mirë, ciu, cuce mirë, faleminderit ditë e ndjerë. Bravo! Bravo! Atëherë të citojmë një fëmijëve Hajde, shkojmë atje. botës. Të uta, ftojmë të utën s'ken, kemi një poezi për të utën. Hajde të uta. Hajde të uta. Hajde të uta. Kam shmja. Dine poezi të uta? Kam harru. Okej, këto nga kamera të utë. Poezia thirret lozonjare. Lozonjare. Po. Okej. Po thash jo më kik, zënzore. Okej. Jam një vajzë lozonjare. Jam një vajzë lozonjare. Te kanjoze për beqare. Te kanjoze për beqare. Shkollën shumë, unë e dua. Shkollën shumë unë e dua. Dritë, ndriqim është për mua. Si? Dritë, e ndritur është për mua. Dritë e ndritur është për mua. Sa në shkollë unë kur shkoj, Sa në shkollën kur shkoj, vajzat bukra unë takoj. vajzat bukra unë takoj. Zysh baleti mua më thonë, Zysh baleti mua më thonë, jam të uta në mesin tonë. jam të uta në mesin tuj. Noela. Noela mbaroj, ti Mbaroj, tashi. unë? Po, Valentin.
Tani, unë kam një gjë, një tip fabule, për gjithë ato njerëz që kërkojnë vetëm pretekstin për t'u grindur. Kjo është dhe për fëmijët e mbar Shqipërisë, Kosovës, trevave shqiptare, për t'u kënaqur dhe ato me programin tonë, që të bëhen dhe ato e pjesë e programeve për t'na ndjekur. Një qënq po pinte ujë, brënda në përrua. Një ujë ke kishpar edhe ju afrua. Pse trubullon ujët? Thiri gjakatori. Por sa e pa qëngji, nga frika u drodh. Ujë vete poshtë, tipi përmbi mua, thoshte qëngji shkret, qysh u turbullua? Për Zotin tha ujku, baba yt më shau, e ju holl në gryk, e me dhëmb e çau, respekte. Ullu. Kristina, si të duk gjithë kjo pjesë e dytë e këtij emisioni? Interesante. Bukur. Pavarësisht se në lidhje me poezitë edhe me krijimtarinë që ka mbetur në kujtesë, përveç se muzikës, më duket që janë harruar, sidomos disa që janë poezitë më të njohura të poetëve shqiptar të mbar shqiptarisë, Shqipëri, Kosovë, që është e domosdoshme të jenë në kujtesën e çdo të riu. Edhe unë dua t'ju them vetëm 2 vargje të një poezisë Bagtie Bujqësi. Okej, dëgjojmë bashkë. O malet e Shqipërisë, e ju lisat e gjatë, fusha të gjëra me lule që ju kanë ndërmend ditë e natë, ju bregore bukuroshe e ju lumejnë të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje e pyje të gjelbëruara. Shtymë si kalove sot? Perfekt, Kik. Një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë, një eksperiencë jashtëzakonisht e njëjtë, po me njerëz të ndryshëm. Jena mësu, diçka e re po vjen edhe besoj që të pëlqy shumë ka do që po shkojnë në rrugë, po na thonë, he, ky analisti që pi analizon njerëzit, tha dhe aty kem rri, thash po, qa me po, kështu që faleminderit, ishte kënaqësi, shihemi një javën tjetër. Pa dyshim shihemi nesër, jo javën tjetër, takojmë nesër. O, një javën tjetër, po, asështë nesër në të njëjtën orar. Valentin? Atëherë, nga gjithë spektaklet që kam ndjekur, domethënë, është diçka, një frymë e re, është diçka që ndes për njerëzit, kanë nevojë të argëtohen, kanë nevojë të dëgjojnë muzikën, kanë nevojë për të dëgjuar disa gjëra të historisë që fatkeqësisht ka që i din dhe nuk i din poetët e mëdhenj shqiptar, Naim Frashëri, e shumë tjerë që u përmendën sot këtu, janë vërtet ky emision për mendimin tim sjell një risi që duhet të vazhdoj edhe duhet të marrë zjarr, më pëlqen. Do shkojmë te Kuka, mikrofonin. Si do duk sot dje të 2 ditë emision? Mirë shumë, Kik. A mund të dojmë për 7? Mirë. Faleminderit për gjithë shokëve këtu, që po prekrajnë, se unë pak pa e bojë që të atëri. Vetëm se u ke më gëzu se ke vesh i lekun mrapsht. Faleminderit. Mirë shumë. Ty ka një mirë. Ganin e kemi qakalëz, po pet mirë. Okej, të utë si kalove sot e dje. Atëherë, jam e lumtur që jam pjesë këtu, njofta njerëz të ri, njofta personazhe të reja, edhe shkoj çdo gjë shumë e bukur, gazmore. Unë iva shumë mirë, faleminderit. Nëse kemi ardhje të reja, nëse kemi prurje të reja të konkurrentëve, na vinë edhe njerëz të ri, këngëtar të ri, po ashtu edhe konkurrent të ri. Mirë. Gane, si kalove dje sot? Ma mirë, kena kalu, kam ujtë me kone dhe ma mirë, po kësero, kone dhe ma mirë, kështu që mirë është. Mirë do pa vetë. Okej. Po është shumë ma mirë. Qka kushtrimi? Kushtrimi qëmate? Kushtrim! Se ka kalu mirë dje. Je papaku i kushtrim! Okej. Kalojmë tek Noeli? Cilo Noeli? Kushtrim. Më falë. Se s'pushej goja, se ka Okej, respekt vllai. Jemi kundërshtar se jemi. Si kalove dje? Po kundërshtar jem na. Jam i hipnotizum, Kika, si të mos me këtë sfidusin më.
Me Gani. Me Ganiu. Në çast. Jo Ganiu. Mos tregoj mungesë respektu. Ganiu e ke? Jo Ganiu. Po kështu i themi nga tjerë. Gania. Gania. Me anë fund. Gjini femërore. Po, jo femërore. Ne i themi Ganiu, po. Atë në po Dilberi në lan. 2 ditë kalon me mirë. Pse mos e këtë para kalojsh mos e në çuditëra na del pikë. Si Dilber. Gani edhe Noel, po flasun. Si kalon këto 2 ditë? Them drejtën kike kam shiun maksimum. Po vuj për pak kafe, se e zgjatëm shumë emisionin, e vetëm e gjatë që po bon të djem jo mirë, po jam knaq shumë. Edhe quna se bëj shaka. Respekt vlla. Edhe quna të jam flori. A di respekt, faleminderit. Gani mentor mikrofon. Je mrekullueshëm. Kem kaluar një ditë të bukur me gjithë ta, kena bo një atmosferë të shkëlqyer dhe ju uroj gjithë dhe suksese. Ju faleminderit. Po, Heti? Një natë e paharruar, si emisioni parë, si dyti është një natë e paharruar me kolegë, jemi knaq, atmosfera e paharruar, me këta yje. Ullu pak se u lodhë, motra. Po. Me kaj kishe me Kristinën. Noela? Me gjithë. Karike ju lutem. Me gjithë. Si kalove ti Noela dy natë? Ishte shumë bukur, u kënaqëm shumë, qeshëm shumë, u argëtuam shumë, me pyetjet, me çdo gjë ishte shumë bukur. Faleminderit shumë që ishe Noela. U kënaqëm edhe dje dhe sot me pyetjet tuaja për këta si konkurrent, edhe sot në mesin e panelit ishte kënaqësi. Noela është shërbeti kësaj mbrëmje, kështu që është kënaqësi sa që jam këtu ta kem Noela. Faleminderit. Leonard? Ç'po thoni? Po mirë kena kalu, mirë, pse a kushtrem? Çfarë po ta merr mend? Do më thonë nishat kena më kom. Përshëndesim Si shumë vjet? maestron ton atje. Unë jam të full, kik. Ka të shkru mesazh. A bë me full. Po bën me fol. Do më thonë për si vjet kena më kom nishat, edhe ata që janë Big Brother, do më thonë s'ka më përfull, sa kena më përfull. Unë Gania, Edi dhe këta kolegët e mi. Faleminderit shumë. Do përfitemi, është e vërtet se do përfitemi. Është e vërtet. Kjo është emision për të përfolur. Po, e vërtet. A mos do me thonë që jena pak, kena kanë i dros mongit, i kena po që është... Mos kesh kushtërem, da jena tregull. Nëse një ditë do të mendosh se ke mbyll dyert jetës, është gabimi më i madh. Fataliteti më i madh i çdo njeriu është kur nuk beson te vetja. Kur mendon se jeta e tij është mbyllur dhe nuk ka dritare tjetër. Çdo ujë i cili kalon nga dera jote është ujë i fatit tënd. Merr çdo pikë nga ujë, sepse atë ujë një ditë do ta provosh. Nuk i diet asnjëherë dritares që hapet për suksesin tënd. Çdo dritare është një shans për ty. Çdo shans është fitim për ty. Mos humb shansin, shijoje jetën. Deri atëherë, me Kristina Ndoj, bashk, miru takofshim. Moj zoge, apo vjen